27 banesa në fshatin Ferras janë nën pushtetin në ujë dhe sipërfaqe të tyre tokash bujqësore, ngadalë e shtratit të lumit Vjos. Banorët pohojnë se situata filloi të bëjë alarmante, duke filluar që nga mbrëmja e dieshme, ndërsa kanë mundur të nxjerrin në rrugë bagëtitë dhe mjetet bujqësore. Sipas kryeplakut Zani Hyka, situata paraqitet e rënduar për momentin, ku nga 27 banesa të përmbytura, 15 janë të banueshme, ndërsa është kërkuar evakuimi një banori të sëmur drejt banesave sociale të bashkisë Fier. Përmbytura këtu në Ferras. Nuk është faj has si kujt, është faj i natyrës. Kjo e ka natyra dhe ne jemi detyruar t'i Në cilën orë filloi të futet uji? Uji ka filluar pothuajse që në ora 10 i natës, 10 në gjë e tillë, që filloi për shembull te unë, nuk e di për më tutje, janë gjëra që nuk mund të. Banesa ju është brenda ardhinaturës? Brenda, jemi këte. Jeni në shtratin e lumit? Ne jemi në shtratin e lumit, komplet si lagje ky blok këte. Që nuk kjo është pjesë. U bë thirrje për evakuim? Po. Nuk mund të themi për shembull të ndonjë gjë që nuk është shteti erdhi bilet të emergjencës, erdhën 2 herë, 3 herë. I tham ne po bëjmë këto që mundemi. Sa herë që del lumi kjo pjesë te është e zënë. Po dhe ne këtej rrezikojmë. Ndërkohë problem madhor mbetet kolektori i Martinës, pasi ka arritur në kuotat maksimale dhe nëse del nga shtrati rrezikojnë 160 familje. Ndërkohë banorët që rrezikojnë ndihen të alarmuar pasi një situatë të tillë nuk e kanë parë për 6 vitesh. 15 familje që janë të banueshme, për momentin në krahun e Ferrasit kemi vetëm një familje që kemi një njerëz të sëmur dhe unë para 2 orësh kam folur me këta të emergjencave për ta marrë këtë person, rapi Myrtaj, për ta çuar diku, domethënë në këto shtëpi që ka bashkia. Ndërkohë në terren, përveç strukturave të emergjencave civile, kanë mbërritur edhe forcat e ushtrisë.